me kryetarin e ri dhe me mbështetjen e jashtëzakonshme qytetarëve të Kosovës. Valon Prebreza do të sjellë demokraci, mirëqenie, zhvillim, funksionalitet, dinjitet dhe barazi për të gjithë. Të dashur qytetarë të Kosovës, këto janë zgjedhjet e 4-ta në të cilat vetëvendosja merr pjesë në gara për komunat e Kosovës. Në 2013 kena marrë pjesë për herë të parë në garë. Kena fitu 1 komunë. Në 2017 e kena fitu 3 komuna. Në 2021 e kena fitu 4 komuna. Dhe si vjetë në 2025 i kena fitu 7 komuna të Republikës Kosovës së lëvizje vetëvendosje. Përveç kësaj, 4 komunat me të cilat kemi qeverisur në këto 4 vjetë, Podujeva, Shtimja, Kamenica dhe Gjilani i kemi mbajtur fuqishëm me mbështetje plebiscitare të qytetarëve në ato komuna. E këtyre 4 komunave ja u kena shtu edhe 3 komuna tjera, Fushkosovën, Kastriotin dhe Mitrovicën tonë të dashur. Betejën e njëjtë, vetëvendosja dhe Valon Prebreza e vazhdojnë. Kësaj radhe edhe më mirë, edhe më kollaj, sepse këtë betej do të vazhdojmë edhe nga zyra e kryetarit komunës Fushkosovës, ku do të hyjë së shpejti Valon Prebreza. Po. Veç